Mirë, atëherë po fillojmë. Po hapëm seancën e shqyrtimit fillestar sipas akuzës së Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës ndaj të panderëve Rozeta Hajdari, Irfan Lipovica, Hafiz Gara për shkak të veprës penale keqpërdrimi pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 paragrafi 2 lidhur me par 1, lidhur me nenin 31 Kodit Penal të Republikës Kosovës. Ridvan Muharremi për shkak veprës penale ndihma në kryerjen e veprës penale keqpërdrimi pozitës apo autoritetit zyrtar nga neni 414 par 2 lidhur me par 1 dhe 31 lidhur me nenin 33 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Hafiz Gara për shkak veprës penale zbulimi fshërsi zyrtare nga neni 426 par 1 të KPRK-s. Si dhe Rozeta Hajdari, Irfan Lipovica dhe Hafiz Gara për shkak veprës penale mbashkryrje, zbulimi fshërsi zyrtare nga neni 426 par 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-s. Atëherë gjykata konstaton prezencën e palëve. Pranishëm janë prokurori special Valdet Gashi, e akuzuara Rozeta Hajdari, nuk prezanton. Nuk prezanton, konstatu, po, për të cilin gjykata i ka dërgu ftesën përmes postës. Mirë po, deri më sot nuk kemi marrë ndonjë përgjigje se e njëjta është pranuar në mënyrë të rregullt apo jo. Prezanton mbrojtësi i tij, avokati Florent Latifaj sipas autorizimit, i akuzuar Irfan Lipovica, prezant është me mbrojtësin e tij, avokati Fejm Alaj, ju jeni Bashkëpunëtore e avokatit Fejm Alaj, me autorizim, ka marrë seancë për me dorëzuar një njoftim lidhur me mosmarrjen pjesë në seancë nga ana. E kemi pranuar edhe përmes email-it zyrtar. Ndërsa prezanton përfaqësuesja, nuk prezanton avokati Fejm Alaj, prezanton përfaqësuesja ligjore në zyrën e tij. E gjithashtu i njëjti përmes email-it zyrtar ka njoftuar gjykatën se nuk mund të prezantoj në seancën e sotme, pasi që paraprakisht ka marrë një ftesë nga gjykata themelore 5, ne si gjykatë pas marrjes së këtij njoftimi i kemi dërguar edhe një email zyrtar duke kërkuar që njëti ta gjejë një zavendësim, një avokat zavendësues prej mirë po i njëjti prapë e ka njoftuar gjykatën se ka bërë përpjekje për ta gjetur një avokat zavendësues, mirë po për këtë nuk ka marrë pëlqimin nga i mbrojturi i tij akuzori Irfan Lipovica. Hafiz Gara prezanton i akuzuari Hafiz Gara, mbrojtësi i tij Nazim Mehmeti me autorizim. Ridvan Muharremi, nuk prezanton. Ridvani ashtu.
Po ashtu i njëjti, është ftuar me kohë nga gjykata përmes ftesës, përmes postës, gjithashtu edhe për të njëjtin, deri më sot nuk kem pranu letë kthesën se a ka pranu i njëjti mënyrë të rregullt apo jo. Avokati Mahmut Halimin nuk prezanton, s'po e shoh. Presa të gjithashtu nuk prezanton mbrojtësi i tij sipas autorizimit avokati Mahmut Halimi, i cili është njoftuar përmes emailit zyrtar për seancën e sotme, por nga njëjti nuk kemi pranuar ndonjë konfirmim se a ka pranu ftesën apo jo. Nga avokatura shtetërore është prezant dikush? Prej që aty nuk prezenton askush nga përfaqësues të palës së dëmtuar, avokatura shtetërore, edhe pse të njëjtit ka dëshmi se e kam pranu ftesën për seancën e sotme, e gjithashtu të njëjtit përmes një parashtrese dërguar gjykatës ka njoftu se lidhur me këtë çështje kanë iniciuar padinë në gjykatën komerciale në Prishtinë, dhe kanë konfirmuar se do të jenë prezent në seancat e shqyrtimit gjyqësor. Apo? Përshëndetje. Gjyqtarë kërkojnë falje, po kishëm informat poshtë të jenë në 14. Keni drejtë se njëherë është caktu paraprakisht, po për shkak hapësirës edhe interesimit madh publikut, e kemi ndërru sallën në momentin e fundit. Kështu që kërkoj falje nëse s'ju ka njoftu atje poshtë sigurimit. Nëse shkon atje. Prezanton i akuzuri Ridvan Muharremi me mbrojtësin e tij, avokatin Mahmut Halimi. Janë rregull se është të vërtet se është ndërru salla në momentin e fundit. Këtë gjë konstaton se në mungesë të kushteve ligjore konkretisht mungesë të akuzuarës Rozeta Ajdari dhe mbrojtësit të akuzuarit Irfan Lipovica, avokatit Fehim Olaj, seanca e sotme e shqyrtimit fillestar nuk ka kushte të mbahet. Andaj, seanca e radhës caktohet si që dini, data 25 deri me 8 janar është edhe një vendim i Këshillit që gjykata është në pushim përveç rasteve urgjente
kemi edhe në një agjem këgjat në zonën në dhëtor, kështu që mbetet atër një datë vetëm një janar. Unë po jo diktoj disa data që ne kemi të lira, se kemi fillu agjendën edhe një janar në shkurt në seanca tjera. Data e parë që ka mundësi 12 janar prokuror avokat 12 janar ajo për mua dhe 13 është e lirë, 14 kom seancë tjetër në smut. Prokuror 13. Mirë. Atëherë seanca e radhës saktohet për datë 13 janar, ora 9:30. Për palët prezente konstatimin proces verbal do të shërbejmë vend ftesa të rregullta. Avokat Florenta, mund me marrë obligimin njoftu të mbrojtërën tonë. Na s'kemi pranu asnjë informat s'është kthy nga posta atëherë. Për të akuzurën Rozeta Hajdari merr obligim avokati mbrojtës Florent Latifa që të na njoftoj për seancën e radhës. 9:30, po. Pres ndërsa për mbrojtësin avokatin Fem Alaj do ta njofton zyrtarja ligjore e zyres së tij për seancën e radhës. Seanca përfundoi ora 9:45. Avokat, kur të kem kushte, të shohëm. Nuk po shohëm në seancën, por ju shprehim një shqetësim tonë, që kemi drejtuar edhe në shkrim, edhe prokurorisë, edhe juve, besoj, që i kam rritë, që kemi kërkuar deklasifikimin e dokumenteve. Ne nuk kemi pranuar të marrim shkresë të ladës derisa nuk jeket deklasifikimi. Derisa nuk na jepet leje që të shfrytëzojmë. Avokat, fillimisht unë po të njoftoj që unë personalisht nuk kam pranuar asnjë shkresë, e para, e dyta, po besoj që prokurori ka shumë të qartë, është dispozita anenit 239 kodit procedurës penale, ka obligim mi ofru gjitha shkresat e landës. Kështu që sot na veç e mbyllim seancën, nuk ke mundësi më lëshu më tepër, edhe prokurori ka obligim me përmbush kërkesat e tij. Është në pyetje të klasifikimit, nuk po guxojmë të pranojmë ato shkresa me kryer në vepër penale. Çfarë shqetësimi?